Roma e ngrit në qiell projektin në Zvërnec. Është një bekim për vendin, do të bëhet. Protestat vazhdojnë në Shqipëri mbi projektin e planifikuar në Zvërnec, ku edhe një herëse po kërkohet edhe dorëheqja e Edi Ramës si kryeministër. Ky i fundit e ka përsëritur se projekti në Zvërnec do të bëhet. Për Al Jazeerën, Rama tha se qeveria nuk po jep ose ka lënë pronën publike investuesit privat. Ai tha se bëhet fjalë për marrëveshje për tokë private mes dy palëve dhe sipas tij qeveria nuk ka asnjë rol. Ekziston pyetja nëse ky projekt do të realizohet apo jo. Ky është një bekim për vendin. Një investim prej 4 miliard eurosh në një vend që ka një prodhim të brendshëm bruto prej rreth 27 miliard eurosh, flet vet, transmeton Top Channel. Për Reuters, Rama bëri me dije se projekti do të kryhet sepse ai është votuar për t'i bërë këto gjëra të ndodhin. Po ju them, do të jetë një projekt i bukur dhe ne do ta bëjmë atë dhe do të jemi krenarë që do të kontribuojmë në Evropë, tha ai për mediumin ndërkombëtar. Sot, me 9 qershor është dita 10 e protestës, ndërsa të hënën u dëgjuan thirrje si Rama jep dorëheqjen, mos u përqani poshtë patrorazhistët, Rama ik. E nën më të Nadheu nuk është në shitje, ata shprehen kundërshtimin ndaj politikanëve që sipas tyre po duan të shesin territorin vendas dhe rrezikojnë trashëgiminë natyrore.